Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Largoni milingona dhe buburrecat nga shtëpia, kjo metodë i jep fund këtij problemi. Miza, buburrec, merimanga apo milingona, me siguri këta janë disa prej miqve të paftuar që mund të kenë vizituar së fundmi shtëpinë tuaj. Por, para se ju të veproni menjëherë për të blerë solucione me agent kimik, mundet që ju të provoni këtë zgjidhje natyrale. Si për shembull, uthull molle. Uthulla e mollës është pa diskutim produkti më çuditëbërës që nuk duhet të mungojë kurrë në jetën tuaj. Përveç përdorimeve të shumta në kujdesin e lëkurës, flokëve apo të pastrimit, uthulla e mollës është gjithashtu armiku kryesor i milingonave. Në qoftë se ju vini re praninë e tyre në kuzhinë, tualet apo në sallon apo ndonjë vend tjetër, përzieni një gotë me uthull molle me 2 litra ujë dhe spruconi shtëpinë. Kështu ju do të shpëtoni një herë mirë prej tyre. Dafina. Vaji i dafinës është një zgjidhje tërësisht natyrale dhe e mirë për të eliminuar mizat e ndryshme apo krimbat dhe kështu ju do të keni një përzierje të dafinës me sodë. Spërkatja e kësaj metode natyrale është një ndër më efektivet e cila eliminon insekte dhe gjithashtu dezinfekton shtëpinë. Kastraveci. Kastraveci është një nga perimet e cila nuk mungon kurrë në tryezë, sidomos gjatë stinës së verës, por në rastet kur ju nuk e përdorni atë në sallatë, me siguri e keni atë pjesë të ritualit tuaj të përkujdesjes të lëkurës. Mirë, por në qoftë se ju vini re se në kuzhinë apo në bufe janë shfaqur buburreca, mos blini menjëherë solucione kimike, por përdorni kastravecin. Vendosni lëkurën e tij anë kënd dhe vetëm pas pak orësh ju do të vini re menjëherë rezultatin. Aktualisht këta mysafir kaq shumë të bezdishëm, ju duhet gjithashtu që të përdorni metodat natyrale të cilat do të jenë tepër të efektshme për të mbajtur ne të shëndetshëm dhe milingonat larg nesh. Këto insekte të vogla punëtore mund t'i largoni me metoda të ndryshme pasi ato do të fillojnë dhe do të shfaqen kudo rreth nesh, në kuzhinë, në dhomën e gjumit apo edhe në dhoma të tjera. Padyshim se e dini që milingonat mblidhen nga ushqimi dhe për shumë njerëz kthehen në një makt të vërtetë. Sigurisht gjëja më e mirë që ju mund të bëni për të ndaluar milingonat të hyjnë në shtëpinë tuaj është duke larguar dhe duke mbyllur mirë sheqerin. Nga ana tjetër, ne këtu do t'ju tregojmë disa metoda të tjera natyrale, tepër efektive, të cilat mund të shërbejnë për të shmangur dhe kimikatet, por njëkohësisht edhe për të larguar milingonat nga shtëpia jonë. Mënyra e parë është që të përzieni në një shishe pak ujë me uthull, të dyja në sasi të barabartë. Më pas, ajo çfarë ju duhet të bëni është që këtë tretësirë ta spërkatni në përcepat e shtëpisë me ujë me detergjent ose edhe me limon, ju do të zhdukni çdo gjurmë të tyre. Mënyra e dytë, merrni lëng hudhre të freskët dhe spërkateni me të vendet ku vini re milingona, pasi hudhra i bën milingonat të largohen. Mënyra e tretë, gjithashtu milingonat do të largohen edhe nga vaji i lulediellit, prandaj ju duhet që të spërkasni vendet me vaj luledielli. Mënyra e katërt, në ujë me detergjent për larjen e pllakave hidhni lëng limoni dhe lajini gjithë shtëpinë me të pasi milingonat ngordhin nga lëngu i limonit. Gjithashtu paralelisht hidhni disa lëkura portokalli nëpër shtëpi, pasi aroma e portokallit gjithashtu bën efekt në luftën kundër milingonave. Mënyra e pestë, kjo metodë sigurisht që ndihmon, por në mënyrë të përkohshme, pasi milingonat të riprodhohen shumë shpejt dhe të tjera të reja do të shfaqen sërish në ambientet e shtëpisë tuaj. Nëse doni ta fitoni vërtet këtë betejë, ju duhet të gjeni burimin e tyre. Pra, të gjeni burimin, milingonën mbretëresht dhe ta shkatërroni.
Nëse mbretëresha gjendet diku në shtëpinë tuaj, një mënyrë për të gjetur burimin është që ta spërkasni rreth e rrotull shtëpisë me ujë të nxehtë, i cili duhet të jetë i hedhur përmes kanaleve të hapura që mund të keni në muret anësore të shtëpisë, pasi mund të jetë një hap shumë efektiv për të hequr qafe milingonat. Mënyra e 6. Nëse vjen një re se milingonat në shtëpi vijnë nga vrimat e vogla që mund të gjenden në dysheme apo në muret ndarëse të shtëpisë, atëherë këto vrima janë shtegu i milingonave në shtëpinë tuaj. Ju këshillojmë të mbyllni sa më parë këto vrima duke i stokuar dhe pastaj të lani dhe dezinfektoni shtëpinë. Nëse asnjë nga këto rrugë nuk ju dha rezultat, atëherë problemi qëndron se milingonat folen nuk e kam tek ambienti juaj, por diku në prag, për shembull tek shtëpia fqinje, dhe sado që ju të mundoheni t'i luftoni ato sërish do të shfaqen. Në këtë rast ju duhet të vrisni vetë mbretëreshën e milingonave për t'i dhënë fund këtij makthi të vërtet. Në 2 gota ujë të nxehtë hidhni gjysmë gote sheqer dhe një maj lugë çaj boraks. Kur përzierja të ftohet, shtojmë një lugë çaj mjalt ose reçel. Këtë ilaç ne e vendosim diku në shtëpi që të mblidhen milingonat. I gjithë sekreti i këtij ilaçi është se milingonat han pak dhe marrin me vete atë që t'ia çojnë mbretëreshës. Në këtë mënyrë janë vetë milingonat ato që e vrasin mbretëreshën e tyre. Si duhet të veproni për t'i larguar nëse edhe kimikatet tuaja nuk po ju ndihmojnë më? Duhet filluar nga baza. Jini të kujdesshëm që të mos i lini ushqimet tuaja mbi banak ose në vende të hapura, pasi milingonat munden që të gjurmojnë çdo lloj ushqimi në qoftë se ai do të lihet jashtë për një kohë shumë të gjatë. Dhe gjithashtu, pastrojeni shpesh shtëpinë. Jini të kujdesshëm me thërrimet që lini pas çdo vakti, pasi ato janë një magnet për insektet. Kur bëhet fjalë për largimin e insekteve nga shtëpia, të gjithë jemi të interesuar për metodat më të efektshme dhe të shëndetshme. Askush nuk dëshiron që të përdor kimikate në ambiente ku jetojnë edhe fëmijët. Këtu ju do të gjeni disa produkte të cilat nuk janë të dëmshme dhe që kanë rezultuar të jenë tepër efektive në largimin e insekteve dhe ambienteve ku ata jetojnë. Mentja, merrni disa gjethe menteje, shtypeni dhe shpërndajeni ato në të gjitha dhomat. Aroma e saj do të pengojë insektet që të futen në shtëpinë tuaj. Gjethet e mentës ju mundet që t'i vendosni në dollap midis rrobave. Në këtë mënyrë rrobat tuaja do të kenë aromë të mirë dhe do të jenë të mbrojtura nga insektet. Gjithashtu, soda e bukës, ndryshe nga mentja, soda vret insekte që gjenden tashmë në shtëpinë tuaj. Shpërndajeni atë nëpër shtëpi dhe më pas veçanërisht në cepa ose poshtë mobiljeve. Soda e bukës i vret insekte duke i dehidratuar. Ekualipti, livandoja dhe rozmarina. Vajrat e këtyre bimëve janë jashtëzakonisht efektive gjithashtu në mbajtjen larg të insekteve. Ato munden që të përdoren duke kombinuar 5 pika nga 3 vajrat respektiv në një gotë me ujë. Masën më pas e hedhim në një shishe spray dhe e spërkasim vendin ku janë insektet. Vaj i mentes, insektet, sidomos merimangat, nuk e durojnë dot aromën e vajit të mentes. Ai mund t'i përdoret për t'i mbajtur larg në të njëjtën mënyrë si vajrat e tjerë. Uthulla, ashtu si me vajrat edhe uthullën mund t'a përzieni me ujë dhe të spërkasni në shtëpi. Aroma ndoshta nuk do të jetë më e këndshmja, por do të largohet shumë shpejt. E rëndësishme është që rezultatet do të jenë më të mirat. Mirë, po nëse ndonjë prej këtyre produkteve ju shkakton alergji, ne ju sugjerojmë që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!